Mira dokumente, video incizime, fotografi të digitalizuara, të cilat dokumentojnë krimet e luftës, janë dorëzuar të hënën në Institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Ky fond dokumentesh është dorëzuar nga Këshilli Koordinues i Asociacioneve Familjare të të Zhdukurve të Kosovës. Digitalizimi i këtij fondi është mundësuar nga një projekt i UNDP-s i mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike në Kosovë. Në ceremoninë e dorëzimit të këtij fondi morën pjesë edhe ambasadori britanik dhe përfaqësues të UNDP-s. Flitet për masakra, dëbime, krime të ndryshme të luftës që kanë ndodhur, vrasje, varrezat masive, ekshumime, rivarrime, të gjitha këtu që na kanë ndodhur në luftë flitet ato. Për neve është nder dhe privilegj, kur institucione prestigjioze, si që në këtë rast ambasada, por edhe UNDP-ja vizitojnë institutin dhe shprehin nga dishmëri për bashkëpunim, dhe tregohet që ka një besueshmëri mes institucionit ton, i cili përveç mandatit që e ka për dokumentim dhe olimtim krime kryera gjatë luftës në Kosovë, ka edhe arkivin e vet institucional, në të cilin në njërin anë të gjithë institucionet, individet, organizatat apo edhe mediat dorëzojnë materiale, në anën tjetër hulumtuesit, institucionet apo individet vinë dhe kërkojnë materiale nga ana jonë cilat pastaj shfrytëzohen për qëllime ose edukative arsimore ose kulturore e kështu me radhë. Një kopje materialeve të digitalizuara është dorëzuar edhe në Komisionin Qeveritar për Persona të Zhdukur. Njoftimi për këtë është bërë publik nga Komisioni Qeveritar në Facebook. Këshilli Koordinues i Asociacioneve të Familjarëve të të Zhdukurve të Kosovës ka mbi 2 vite që ka filluar digitalizimin e dëshmive të krimeve që Serbia i ka kryer në Kosovë gjatë luftës. Me ndihmën e UNDP-s, Këshilli ka digitalizuar dhe dorëzuar edhe më herët një dosje me dëshmi të krimeve të luftës.